Shpërmes veprave, padyshim se thelbësore ka inteligjencën. Të dy, në një takohen, heroi dhe vizionari, praktika absolutisht mbretëri që zotëron shkencën. Duhet të ndërmarrësh misionin e rikotëritjes, e të lejohet të vizitosh edhe botën tjetër, se shpirtrat e lirë kanë vendet e tyre ndërqiej, e ti ëngjëll ndërtove botën e re e të vjetër. Orvakit janë plot ngjyra larmi, e po thonë se mbretëria e qiellit i përket të varfërve. E cili është kuptimi i jetës gjithsesi, a duhet të luhet me kartën e shenjtorëve? Kështu që ne zotërojmë plot tre botë, botën e mendjes, parajs dhe terr. E vërteta mbetet e vërtet, shkenca e vërtetoi se mjaft hyni ishin të rreme. Ambigramat shpesh haseshin në simbiologji. Në lloje kryqesh, ajulli Davidit, kur u krijua e para qendër kërkimore në histori, kjo botë ndërtuar mbi themelin e tij. Shumë